Dhe të shkus të ndruar mirë se përtakojmë në këtë edicion të ri informativ. Komisioni Qeveritar për personat të zhdukur këtë premte do të mbaj konferencë për media lidhur me ecurinë e dritashme të aktiviteteve kërkimore në rajonin e Rahovecit. Të mërkurën kë komision nisi kërmimet në lokacionin e njohur si Përzhina në afërsi të varrezave të qytetit, pas analizimit të dhënave të siguruara nga arkivat ndërkombëtare me përkrahjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqëzit të Koq. Në njoftimin e komisionit thuhet se janë gjetur 2 pjesë shtetërore, të cilat janë dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ndërka gjatë ditës së djeshme, po ashtu janë gjetur mbetje mortore të paktën një individi, për të cilat dyshohet se mund t'i përkasin viktimave të luftës që figurojnë në listën e personave të zhdukur. E në udhëheqjen e prokurorisë speciale është zhvilluar një operacion policor në rajonin e Prishtinës gjatë mbrëmjes së djeshme në lidhje me dyshimet për kryerjen e veprave penale, korrupsion, keqpërdorimi detyrë zyrtare, dhënie dhe marrje rishfeti, ushtrim të ndikimit, mashtrim, armbajtje pa leje. Gjatë këtij aksioni policor janë arrestuar 7 persona. FI, JM, NK, MD, BD, SHT dhe GL. Sipas prokurorisë, të dyshuarit janë kapur në flagrancë gjatë shkëmbimit të parave, saktësisht punëtori ATK-s Goran Lazic u kape me mbi 20.000 euro, grupit ju gjetën edhe armë. E në mesin e të arrestuarve është edhe kryetari gjykatës në Graçanic, JM dhe ish-ministri i Tregtisë Fadil Ismaili. Të arrestuarit dyshohet se kanë iniciuar dhe deponuar lëndë në gjykatën e Graçanicës me qëllim rikompenzimit të paligjshëm për shpronësimet e kryera gjatë viteve 2011-2015. Operatori i sistemit transmisionet dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, apo njohur si KOST, ka dhënë detaje për gjendjen aktuale të sistemit elektroenergjetik në vendin tonë. KOST njofton se sistemi elektroenergjetik i Kosovës gjatë sezonit dimror po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë elektrike, veçanërisht në orët e pikut. Sipas kësaj kompanie, krahasuar me vitin e kaluar, konsumi ka shënuar rritje prej 14.33%, ndërsa ngarkesa maksimale prej 1468 MW është arritur të mërkurën në kushte kur temperaturat nuk kanë qenë shumë të ulta. Në këtë kontekst, KOST fton qytetarët, institucionet dhe bizneset që sipas mundësive të tyre të ndërmarrin çdo veprim praktik që ndihmon në uljen e konsumit dhe të ngarkesës së sistemit. KOST thotë se me këtë mbingarkesë mund të imponojë zbatimin e reduktimeve të kontrolluara të përkohshme të furnizimit, si masë teknike domosdoshme për mbrojtjen e stabilimenteve dhe aseteve. Sa jemi te energjia, zyra rregullatorit të energjisë vendosi të zbatoj vendimin e gjykatës supreme. Kjo e fundit shpallit të paligjshëm dhe shfuqizoi 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Gjykata supreme mori vendim. Bëhet fjalë për 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Ato u shfuqizuan dhe u shpallën të paligjshme. Kjo u përshëndet nga vetë zyra rregullatorit të energjisë. ZRE vazhdon zbatimin e ligjit për energjinë elektrike në përputhje me nenin 3 part 3 të direktivës 2009/72, ashtu siç janë interpretuar nga Gjykata Supreme pas zgjerim apo kufizim për te kriterjeve të përcaktuara nga ligji primor. Ushtruesit e tyre se Departamentit Ligjor të ZRE-s qartësojnë ndikimin që mund të ketë ky vendim. Ky vendim nuk do të krijon norma të reja juridike, nuk prodhon efekte retroaktive dhe nuk cënon marrëdhëniet juridike të krijuara më parë. E kur u kërkua konfirmim ose jo, duart u ngritën. Kush është për? Në këtë mbledhje, ZRE miratoi edhe propozimin për rregullin e mekanizmit mbështetës të energjisë së ripërtreshme dhe planin e integritetit 2024-26. Vendimi i Gjykatës Supreme vjen pas padisë së odës ekonomike të Kosovës kundër zyrës së rregullatorit për energji, lidhur me daljen e detyrueshme të bizneseve në tregun e lirë të energjisë elektrike. Shkojmë tani në Shqipëri, atje Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve në kuadër të Kuvendit të Shqipërisë do të mblidhet gjatë ditës së sotme në ora 10:30 për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për autorizim për arrestimin e numrit 2 të qeverisë shqiptare Belinda Balluku. Në mbledhjen e sotme, zëvendës kryeministria ka të drejtë të paraqitet vetë ose me avokat mbrojtës për të mbrojtur. Në mbledhje marrin pjesë edhe prokurorët e SPAK-ut, të cilët do të paraqisin provat se pse kërkojnë arrestimin e zëvendës kryeministres, e cila mban edhe mandat deputeti.
burime të bëjnë me dije se përveç prokurorit të çështjes, Dritan Prençi në këtë seancë pritet të jetë i pranishëm edhe kreu i ri i SPAK-ut, Klodian Braho, si dhe prokuroria Dorina Bejko. Ligji parashikon një afat 3 mujor, brenda të cilit nëse nuk merret një vendim nga ky këshill, kërkesa e prokurorisë rrezohet. 6 persona kanë humbur jetën pasi një avion i vogël privat u rrëzua pak pas ngritjes nga aeroporti rajonal i Statesville në Karolinën e Veriut në SBA. Të dhëna tregojnë se viktimat ishin piloti dhe 5 persona të tjerë. Administrata Federale e Aviacionit bëri të ditur se avioni u rrëzua gjatë tentatives për të ulur. Hetimet do të zhvillohen nga bordi kombëtar për sigurinë e transportit, i cili do të udhëheq procesin dhe do të japë përditësime të mëtejshme, pasi detajet të tjera nuk janë dhënë ende. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për t'i dhënë Ukrainës një kredi prej 90 miliard eurosh pasi nuk arritën të bien dakord për përdorimin e aseteve të ngrira ruse. Marrëveshja e cila sipas udhëheqësve do të përmbushte nevojat ushtarake dhe ekonomike të Ukrainës për 2 vite të ardhshme, erdhi pas më shumë se një ditë bisedimesh në një samit në Bruksel. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u kishte kërkuar udhëheqësve të përdorin 200 miliard euro nga asetet e ngrira ruse, por Belgjika, ku mbahet pjesa më e madhe parave të gatshme, kërkoi garanci për ndarjen e përgjegjësisë, gjë që rezultoi shumë e vështirë për vendet e tjera. Sa jemi në Bruksel, atje fermerët evropian nxorën traktorët para Parlamentit Evropian. Ata kundërshtojnë një marrëveshje të madhe të tregtisë së lirë mes BE-s dhe disa vendeve të Amerikës së Jugut. Nuk janë mjetet që zakonisht shihen në këtë rrugë. Në fakt, vendin e ka në ara. Megjithatë, pronarët e tyre vendosen të kishin një destinacion të përbashkët. Janë fermerët të cilët jashtë Parlamentit Evropian në Bruksel protestuan në këtë mënyrë të enjtën kundër një marrëveshjeje të madhe të tregtisë së lirë të BE-s me vendet e Amerikës së Jugut. Ata kanë frikë se kjo do të dëmtojë jetesën e tyre. Ujdia e planifikuar e tregtisë së lirë midis Unionit dhe 5 vendeve aktive të bllokut Mercosur, Brazili, Argentina, Uruguay, Paraguay dhe Bolivia, do të heqë taksat për pothuajse të gjitha mallrat e tregtuara midis 2 bloqeve gjatë 15 vjetëve të ardhshme. Sipas fermerëve, pas kësaj revolte fshihen disa shqetësime kyçe. Fermerë nga të gjitha vendet evropiane po luftojnë për të mbrojtur profesionin tonë, kundër taksës së karbonit dhe kundër konkurrencës së padrejtë që do të vijë nga marrëveshja me Mercosur. Po ashtu ka plane për uljen e buxhetit politikës së përbashkët bujqësore, gjë që do të na prek drejt për drejt në fermat tona. Komuniteti bujqësor shprehu revoltën edhe duke i vënë flakën arkivoleve të improvizuara me mbishkrimin bujqësi. Marrëveshja për të cilën po protestohet ishte në negociata për 25 vjet dhe pasi të ratifikohet do të mbulojë një treg prej 780 milion njerëzish dhe 1/4 e produktit të brendshëm bruto të globit. Vjojmë edhe me një lajm nga sporti. 2 skuadrat shqiptare që po marrin pjesë në fazën e ligës së Konferencë Ligës, Drita dhe Shkëndija e Tetovës, kanë arritur të mbesin në mesin e 24 ekipeve që vazhdojnë garat në këtë turnej. Ndonse të dyja mbrëmësuan humbja të orën ditën në pozitat 20 respektivisht 22, duke vazhduar në play-off të ligës së konferencës. Drita unë poshtë 3-0 nga Rajo Vallecano, ndërsa Shkëndija humbi 1-0 nga skuadra Cipriote AEK Larnaka. Skuadrat që kanë arritur të mbesin në 24-shën e kësaj faze do t'i kenë edhe nga 2 ndeshje për të arritur në fazën tjetër, kurse 8 skuadrat më të mira të kësaj faze kalojnë në raundin tjetër pa ballafaqime tjera. Drita mund të ballafaqohet me AZ Alkmaar ose Celjen. Me kaq e mbyllim këtë edicion informativ, por ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonxhën dhe kolegët e mirë.